Hajde luj qiqek. Drejtë më. A je martume? Jo, halo. A je gjet? Jo. Halo? Halo, jo. Qysh je krenare, a je mirë, qysh po kalon? Alban qysh je ti, a je mirë, qysh po kaloni? Shumë mirë. Ti më qëllu një burë pak i vogël, shka i kishe thonë? Nej tak, ellers tak. Era cak. Mirë. Ju jeni? Nga Kosova. Qysh e kemrin? Albana. Alban jeton Kosovë? Jo. Jo, si e, vallahi e di që si jeton, ku jeton Alban? Në Danimark. Ku, po më dhemshe. Pse? Se në Danimark kush po jetoj në Danimark, s'po më keme po në burrin për Kosovë. Pse jo? Jo, s'po dhe, jo i ke. Jo. Keme marrë në Danimark, me që su e di, tani pisu e di, a unë shështë? Qashtë. E vërtet. A je martume? Jo, halo. A je gjet? Jo. Halo? Halo, jo. A je ke gjet burrin? Jo. A me nën që kjo më ta gjet dikosh, apo kemi gjet vetë? Në kom gjetë vetë. Qysh ka më kanë Alban burrët janë draftua, se cëllë është princi i kalit bardhë? Mas pari i gatë. I ka i gatë ma. E të qytet me posë respekt, krejt që se seme. Okej, ti shkon pak ma i shkurt? Jo, s'ban. A ja kësheknu këngën Jalo je i vogël? Jo, s'ban, se edhe unë e vetë e gatë. Ja, ti mashallah. Filmin që t'ko. Qysh do të në thonë danimarkisht, a farë që më folë në Danimark? Danisht. Danisht. Farë qysh do të në thonë danisht, unë e du, ose djalo je i vogël sa një gogël. Amo danisht. Veç thuj, dreng du lille, du katë. Qysh ka i bje kjo drangolilje të i katë? Dragua i lidjes. Danisht, djali je i vogël. Qysh do të me thonë përshëndetje të dashurme që jena prej Kosova Enfos, kushtrimin e takova, vështë të kjo përfolje. Ja, e harova që ta. Përshëndetje miq, vështë të kushtrimi, i kom thonë që shoqës teme, vështë të kushtrimin e se e takoj. Motër e ka. Okej, kom thonë motërës, edhe se e takoj kushtrimin, vështë të kjo ka me folë me dhonë intervjist. Okej, harova ta. Hajde. Po ja kësajnë, hajde. E martume? Jo, hajde. Hajde moj, hajde, po martu, po hajde. Po hajde moj, hajde, hajde. Po hajde me posh një buke gjys, hajde. O posh dy kifte me mën mollat, hajde. Hajde dhe. Hajde zamër, hajde. Qysh je? Qysh je të kalu ti? Dhe që s'ka ma mirë me hi në mes motra. Që kemrin? Krenare. Ku ti je krenarja? Kjo Albana. Qysh je krenare, a je mirë, qysh po kalon? Alban qysh je ti, a je mirë, qysh po kaloni? Shumë mirë. A ke gjithë burë? Jo. Seriosisht? Jo, asone. Pas më si rapi shmangë? Qysh pëlqen ti burë më kanë? Type se kjo, me respekt, me folë mirë familjen e Atë ma vetë vogël? Maj ma sone. Bë so jone. Po dhe? Po nës jam i madhë, kjo për të kja halja ma të madhë. Kjo e gatë. Kjo së në shtikla, kjo do të me qirë që shto. Jeni të Prishtinës, apo? Prishtinës. Keni ardhë pushime? Po. Qysh do të mi thonë motrës tane danisht, thuj edhe kjo të kthem përgjigjen danisht. Përshëndetje miq, jena në Kosovë, moti këka veran. Ftëft hershi. Hej, vejret rigtig godt. Enten regn eller sol. Vinter. Shka i të thonë, ata me vërgjë. Hajtë ty që shpër ka fa gjumë i paskat, edhe unë po disha me fëtë. Gjuha e mira. Ja, valla, vish me hitë zgone që, hala masala, hala ka tak. Ska që është dhe për nejtë. Hajtë shke? Po harova dhe veta. Hajtë folë, qysh je të kalu, unë ti thamë Shqip, ti thuj danisht. Qysh je të kalu në Kosovë? Verëngodi, Kosovë. Verëngodi Kosovë, po thot jam të kalu mirë në Kosovë. A kime gjithë burrin me mëset apo vetë? Finder du en mand med familie eller alene?
O thot edhe ma gjithë familja e marrë vesh të tjetë ma i madhë. Po. E vërtet, e ti unë e të shqipti danisht këmë ma këthi përgjigjen. Okej. Ti më të qëllu një burë pak i vogël, shka i kishe thonë? Nej tack, eller tack. Era cak. Jo, ke po thot i kisha thonë, je si qenë nda cak. Shka ke për unë që sa ke ardhë? Jo, vallahi hiç. Po thuj danisht? Ingenting. Ingenting, po dhe cenkin se kom ardhë. Ti, ke për unë najkuda najse? Ingenting. Edhe ti ingenting? Po krejt kanë, s'kena nevojë na për dhurata. Krejt kanë. Ku po dilni, qësa ditë keni janë në Kosovë? Unë e marrë që 10 ditë. Qka punon tani marë? Në zyre punojnë e. Shënë e kështë e fshinë zyrën a? Jo, bëj qëfar, jo. Punoj si në kontrol, këshilltarja. Këshilltar. Se ketër që jashtë që për na vinë, po thëjnë zyre. Ato shqiptarët e Kosovës nuk pedin. Po kojtoj që janë në ishtë të nota kjo zyret mi fshije keshën. Jo. E ti shka punon? Unë me fëmi. Wallahi e kom ditë. Pse? Sa kështë të thonë ose me pleq, ose me fmi, se di qysh qashto je gjallë. Inshallah mirë. Jo mirë, ma mirë mos t'i kume gjë. Allah, hide apo dojnë? Po, Seriozisht? shumë. Inshallah. Shka t'ka bo mu kanë që ka që amëll? Print. Mu kam bo që. Print? Halal jo ko? E ty shka t'kan bo mu kanë që ka që të lokom? Print. Edhe ty print? Po, normal. Po ty si ke ga print ve? Jo, mirë ki. Jo, bile. ty ju ke ga dojve, ose halal? Po, nashe. Qashtu si një halë jo t'jedi që jo pa dërzu prej të pidarde. Jo. Kur na thonë që i ke ga? Vallojnë gjyshës. Ajte, po që e dita? A kjo, komplet si familja. Po. E di! O, vallahi, kanë gjysa nana, gjysa baba, që komplet familja. O, që shto? Edhe pak tezëv, ka pak me kesh, si tezëv, e di, se nana ka qef mi thamë që. A i di traditat e Kosovës? Ka pak, që shtë po. A ju kalëzën fëmive në Danimark traditat për Kosovë? Jo. Pse? Se s'din qka Kosova. Jo, po ti thuj Kosova është një venë. Po s'din. Ose që të një turte thuj që kjo Kosova në të hajë. A ju kalëzën të puna që je Kosovës? Po, normal. A kanë dëshirë me ardhë në Kosova ta? Po, normal. Seriozisht? Po, valloj. Shka thojnë? Po një kalëzoj qysha Kosova, s'ka ma vizë Kosova. Qysh ju kalëzën, hajt me shumë pak fjallë. Qysh hajt, që qaj djali deshti më të ngurë? Thëm, kafiqa shumë, rinia, njës të mirë, që se lirë. E shka thojnë, kur vjen puna të dirimi ketë, kanë qef me Kanë qef. Sidomos në Danimark shumë shtrejtin cane. Sa është një kafe në Danimark? Po tash më varet. Po një varet, e thonë po ta më varet. Në kafe me hinë është 9 euro. 9 euro një kafe, po 9 ditë kisha pi kafe në Kosovë. Po, bude. Sa është një kifle pare qelë në Danimark? Që është 8-9 euro. 9 euro një kifle, po këtu të në një të pësijeme. Sa është një palacin këso e di në Danimark? Po, aj tash. A me Nutella pa Nutella? Me Nutella kje ka pa Nutella. Valojnë shtrejt edhe... Po, valojnë. Që është 8-9 euro. Inshallah nuk diktojnë këto që shesin palacin ka se thojnë ka 8 euro ishin Danimark. Na i bënë ka 5 euro. Të na është 50 cent? Po. Një palacin. Bile ata me Nutella e gjybe. Lirë që të valla. Seriozisht? Qfar mesazh ju kështë dhonë? A je kondash në atë Kosovës? Po, normal. Ajo thirin, ka zë drejt, a më së më rej? Pash me zotin po. A kënash, shka ban ku qëka ishme një dasëm? Me këcy veç. A veç kësena? E ti shka ban dasëm? Këcej. A më në sha? Po, a dini mirë me këcy? Po. Seriozisht? Po. A kësena? Jo. Amadorën? Amadorën? Jo, sa më i marë farë marë Amadorën? Hajde. Hajde luj qyqek, o mori shyret, heca pak lezet, sa pas ka lezet. Hajde luj qyqek, dreve më.
Të jam ha zemrën. Jeni shumë të mira. Ju rujt zoti. Zemrushe, ka ha zemrën. Ju rujt zoti. Ju të dashur me që rrini me neve sepse këto janë dy vajza jashtëzakonisht shumë të kulturume prej Danimarkës. Ja ha zemrën këtë mërgjimtarve kudo që janë. Rrini me neve sepse gjanat e mira i sëllën veç na.